Çdo herë mendoj se Zoti nuk çon më tepër nga ajo që ne mund të mbanë. Edhe pse kur më erdhi kjo rasti i fundit me karcinomin, ula dhe mendova të bisedoj me Zotin dhe ajo që ishte pak në mënyrë sarkazme, do ta them, thash mirë be Zot, vetëm te faqja ime ke ngelur duke shkruaj, po ndrohe pak dilte një faqe tjetër. Por pastaj mendoj se çdo gjë që ndodh për ndonjë shkas. Dhe asgjë nuk është e rastishme në këtë botë. Dhe çdo herë, edhe nëse kemi miliona sfida dhe shumë gjëra të këqija, përsëri kemi ndonjë motivim dhe në fund të tunelit çdo herë ka një dritë, ka një shpresë për të cilën ne duhet të jetojmë. Ajo që do të kisha thënë në këtë raste, kur njeriu sprovohet tepër, fillon që më tepër ta vlerësoj jetën. Derisa nuk kemi sfida, nuk kemi sprova, ne mund të nervozohemi, mund të prekemi për gjëra shumë të vogla, për gjëra banale, po kur na ndodhin gjëra më të mëdha, atëherë fillojmë që ta vlerësojmë jetën. Dhe në këtë rast unë vlerësoj çdo ditë që marr frymë, çdo ditë që zgjohem, them faleminderit Zot, më dha edhe një ditë të cilën mund të jetoj dhe jetoj çdo ditë sikur më qenë dita ime fundit. Normal, duhet të shtyp zhdimbjen, nuk është e lehtë, nuk mund të them se kjo luftë nuk është e lehtë, nuk është e rëndë, por çdo herë duhet të kemi motiv dhe duhet fillimisht të jetojmë për veten, të jetojmë për tjerit dhe për njerëzit që na duan. Se në fundja përsëri jeta është e bukur dhe ka gjëra të cilet na motivojnë, kemi shpresa, kemi plane.